Gjykata e Shkodrës ka caktuar masën e sigurisë arrest me burg për 64 vjeçarin Shtjefen Ziçi, i dyshuar për vrasjen e bashkëshortes së tij Marte Ziçi. Në seancën gjyqësore me dyert të mbyllura, ai kyçi gojën para togave të zeza duke mos folur mbi krimin e kryer. Në seancën e drejtuar nga gjyqtarja Zamira Lila, organi i akuzës i përfaqësuar nga prokurorja Albulena Koliçi qëndroi kërkesës për arrest me burg. Ndërkohë pala mbrojtëse përmes avokatit Agi Martini kërkoi që ndaj klientit të tij të kryhet një ekspertim psikiatrik. Sipas mbrojtjes, deri në momentin e ngjarjes ai ka qenë një familjar i rregullt, së bashku me bashkëshorten kanë rritur 2 fëmijë dhe kanë pasur një marrëdhënie normale, pa konflikte të njohura, urdhra mbrojtje apo probleme si çift. Sipas avokatit, ngjarja ka ndodhur në rrethana të pakuptueshme dhe për këtë arsye kërkohet vlerësimi i gjendjes psikike të pandehurit. Në mbyllje të seancës, trupa gjykuese pranoi kërkesat për vlerësim psikik dhe la në fuqi masën e arrestit me burg të kërkuar nga prokuroria. Të vetmet fjalë që ka folur autori dyshuar janë ato në polici. Në gjendje shoku ai ka thënë vetëm: "Kam vrarë gruan time, çfarë kam bërë?" Gjatë zhvillimit të seancës, jashtë gjykatës nuk u pan të afërm të tij duke lënë të vetëm Ziçin. Ngjarja e rëndë ndodhi me zitën e 9 korrikut në unazën lindore të Shkodrës. Pas debatit në dyqanin ushqimor që administronin pranë banesës, 64 vjeçari mori armën e gjahut dhe qëlloi ndaj bashkëshortes në pragun e shtëpisë. Sipas hetimeve, 55 vjeçaria tentoi të largohej për t'i shpëtuar sulmit, por nuk arriti t'ju mbijetoj plagëve të marra. Grupi hetimor ka dyshime se 64 vjeçari e vrau bashkëshorten për motive xhelozie. Sipas hetimeve, ai ka kërkuar telefonin celular, çka ka sjellë një debat mes tyre. Pak qaste më vonë është futur në banesë, ka marrë çiften dhe ka qelluar 2 herë në drejtim të gruas, duke i shkaktuar vdekjen. Çifti ishin prindër të 2 fëmijëve, djali jeton në Kanada ndërsa vajza shërben si oficere në repartin ushtarak të Vaut të Dejës.